mundet nëse lejon Kurti. Nëse Kurti e ka për një mend që me ja dorëzu, me ja dhonë mundësin reale Glaukut me e bo qeverin, a i nuk do duaj më të përzije i parë. Me thonë, unë e provova, nuk arrita prej sot, është ndorën e Glaukut, qka bën dhe si e formon qeverin. Por ai, në njëjtën mbledhje, kur e propozoi Glaukun, tha që ne veç po i ndrojmë vendet. Që realisht po thot veç pe qetë sa përsye faqe, Glaukun, por realisht ai prap do të mbetet vendimarrësi kryesor në gjithë procesin. Sepse çfarë logjike ka që parti tjera sot me e votu Glaukun? Problemi me që partit e deri opozitës djeshme ose partit tjera përveç vetëvendosjes e kanë pas, nuk është me emrin e përveçëm, me individin Albin Kurti, por me mënyrën se si ai ka qeverisur. Si mundet me garantu, ose të pakten me propozu diçka ndryshe Glauku Konjumsa. Nëse nesër del Glauku dhe thot, po, sot unë jam i nominuari dhe unë do të ndjek një qasje krejt ndryshe pre asaj që e ka ndjek Albini, sepse ajo nuk funksionon. Unë propozoj koalicion me një parti tjetër dhe ullet realisht diskuton, negocion me atë parti dhe mirët vesh, para se me u merr vesh për pozitat, për çështjet. Sepse ka dallimet mëdha mes vetëvendosjes edhe partive tjera në disa çështje kryesore. Para, në mendimin tim, është se si do të rregullohen, si do të riparohen marrëdhëniet e prishura me miqton ndërkombëtar, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. E kjo nënkupton si do të hiqen sanksionet dhe çka do ndodh me asociacionin, se ai është gogoli, ai është elefanti në dhomë për cilin kërkush nuk po don me fol. Nëse Glauku i merr këto përsipër dhe thot, po, unë do të zbatoj këtë marrëveshje, unë do të themeloj asociacionin dhe kërkoj mbështetjen partive tjera. 3-4 muaj nuk do me thonë për 3-4 muaj, sepse qeveria mund të ketë mandat 4 vjetë. Sepse nëse bot marrëveshja, ata mund të mirën vesh edhe për pozitën. Po, tashun po thamë, si do të mund të bëhej Glauku kryeministër dhe të kemi qeveri. Po kjo s'bëhet, apo jo? Nëse kjo nuk bëhet, atëherë ne do të kemi zgjedhje brenda aktiviti më së largu ditët e para të janarit vitit arshëm, sepse ndryshe, cila është logjika me ndru emrat. Kosova ka nevojë me ndru mënyrën e qeverisjes, besa mënyrën e bërjes politik në përgjithësi, jo vetëm qeverisjes, mënyrën se si arrihen marrëveshjet politike, mënyrën se si bëhen kompromise, mënyrën se si ndërtohen parimet dhe si respektohen ato. Edhe deri tash nuk e kemi pa. Po t'i lijej dorë Glaukut, unë do të shpresoja tek ai, sepse megjithatë është person i cili mundet me ndërtu konsensus. Fatkeqësisht edhe në të kaluarën Glauku nuk ka tregu leadership as brenda partisë. Ai gjithmonë ka qenë i ndëgjueshëm, edhe i ka ekzekutuar në mënyrë të përpikt detyra që ka dhënë Kurti dhe mendoj se këtë do ta bëj edhe tani. Edhe kështu. Dhe ai do të gjoja do të ndjek njëjtë hapa, do të bëjnë ndoshta një ftesë për mbështetje, nuk e dia do të bëj ftesë për koalicion, sepse Kurti tha nuk do të ketë